Ka pasur një marrëveshje ose më saktë një pranim të Kosovës lidhur me automatet që futen nga Serbia drejt Kosovës dhe për të folur se çfarë sjell kjo për shtetin e Kosovës dhe a ishte një lëshim i Albin Kurtit ndaj Serbisë, kam të ftuar në një lidhje direkte profesorin e njohur Selatin Ret Koceri. Profesor, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit për ftesën. Profesor, çfarë është, po themi, ky lëshim që ka bërë Kosova ndaj Serbisë dhe çfarë pasojash ka? Unë mendoj që zoti Kurti veç po e zbaton pik për pik marrëveshjen e Brukselit edhe aneksin e Ohrit, dhe kjo që ka të bëjë me qëndrimin e qytetarëve të huaj në Kosovë dhe ligjit për veturat, unë mendoj që është një rrjedhim i logjikshëm nga ajo që ka ndodhur në Bruksel edhe në Ohër. Dhe kjo vetëm është një zbatim i thjeshtur apo i krejt asaj që është zhvilluar gjatë këtij vakumi institucional që po del, se zoti Bisnik Bislimi, por her pas here edhe vetë zoti Kurti kanë vazhduar negociatat, përkundër që për këtë nuk kanë pasur kuvend për t'i raportuar, dhe tani zoti Kurti po i zbaton në vepër ato që i ka pranuar, jo siç thot ai, nuk i kam pranuar sepse nuk e kam nënshkruar dokumentin ndërkombëtare, marrëveshjet ndërkombëtare në prani të Bashkimit Evropian, grupit negociator edhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës janë obligative dhe nuk ka pas nevojë fare zoti Kurti të nënshkruaj. Dhe kjo po del se vërtet edhe të panënshkruara po zbatohen. Nga e diela ligji për qytetarët e huaj edhe për veturat që futen në Kosovë ka filluar së zbatuari, dhe një marrëveshje të tillë e përshëndeti edhe zoti Vučić. Po të ishte diçka e dëmshme kjo për Serbinë, sigurisht që nuk do të vinte përshëndetja nga Vučići, andaj themi se marrëveshja është në favor të serbëve edhe Serbisë. Marrëveshje të tilla kemi pas edhe më herët, edhe me tabela, edhe me mbishkrime, edhe me shenja të ndryshme të cilat e kemi pa ministrin Xhelal Sveçla edhe zotin Elbert Krasniqi, të cilët kanë dalë dhe i kanë shkul ato shenjat komunikacionit, dhe tani po rivendosen të gjitha edhe po zbatohen ato që janë me aneks marrëveshjen e Ohrit. Themi se heshtur po zbatohet aneks marrëveshja e Ohrit, apo ajo që sipas Kurtit është një lloj vetë menaxhimi, që për ne qytetarët vetë menaxhimi nënkupton një autonomi apo shtet brenda shtetit. Me këtë, kjo është vetëm njëra, por unë besoj që në mujet në vijim, ditën vijim, do të kemi edhe marrëveshje të tjera, të cilat janë të përfshira në ato 11 pikat e famshme, dhe vetëm do të mbetet koha, momenti kur do të zbatohet autonomia substanciale në veriun e Republikës Kosovës. Profesor, sipas jush, pse është ky lëshim i zotit Kurti, kur deri tani ai ka qenë mjaft kategorik kundër ndaj këtyre lloje marrëveshjeve? Po ne mbajmë mend gjitha protestat që janë zhvilluar kur negocohej nga Thaçi dhe Isa Mustafa, ato marrëveshje të cilat para pak vitesh apo muajsh zoti Konjufca i ka pas quajtur marrëveshje shumë më të mira se sa kjo tani që po pason,
Dhe si duket zoti Kurti ka kërkuar edhe nga ndërkombëtarët dhe tani nga Soren Peterseni, i cili është në krye negociator vend të Llajçakut, që ai do t'i zbatoj, por ka dëshirë në një farë mënyre që qytetarët mos t'jenë fort të informuar se çfarë po ndodh me këto marrëveshje. Unë them se kjo marrëveshje apo ky kurs i cili po vazhdon nga ana e zotit Kurti, brenda pak vitesh Veriu në Kosovës e rrezikon të funksionoj si një entitet me autonomi reale, me ndikim më të madh drejt Beogradit se sa drejt Prishtinës. Andaj duhet t'i pyesim qytetarët se si ata e votuan 51% zotin Kurti, dhe tani shtrohet pyetja legjitime. Çfarë i bëm Kosovës me këtë votim plebiscitar? A po shohim se po na krijohet një mini shtet në Republikën e Kosovës? Veriu i Kosovës do të ketë kompetenca të plota shtetërore me një farë mënyre lidhje më shumë me Beogradin se sa me Prishtinën. Apo më mirë të themi, nga Prishtina do të merret buxheti që ju takon atyre komunave, derisa nga Beogradi sigurisht do të udhëheqet politikisht edhe do të veproj lista serbe siç është duke vepruar, që sot themi se i ka kthyer gjitha kompetencat, edhe krejt ato që Kurti për 4 vite ka proklamuar, thujse të gjitha janë kthyr mbrapsht, dhe sot vërtet Mitrovicën e Veriut thujse e kemi në gjendjen e para 5 viteve, ashtu si e kishte marrë dikur zoti Kurti. Aty pak ka mbetur shqiptare. Aty sot të gjitha mbishkrimet, të gjitha fotografitë në përzyrat e administratës, gjithçka vepron sipas politikave të cilat udhëheq lista serbe, edhe me listën serbe dim kush udhëheq: Beogradi. Pra, zoti Kurti, nga një protestues kundër marrëveshjeve, sot është bërë zbatuesi kryesor i autonomisë së Veriut. Transformim politik rrënjësor i zotit Kurti. 51% vot për ndryshim, sot kemi rrezik permanent për të pasur një shtet brenda shtetit Kosovës. Kurti dikur thoshte se nuk e njeh presionin ndërkombëtar. Sot po e zbaton marrëveshjen më të rrezikshme ndonjëherë që ka pas Kosova. Ai thoshte se po befasohet se si të tjerët kanë presion. Unë nuk di ç'është presioni. Ndërkombëtarët nuk më bëjnë mu presion, sepse unë nuk jam i korruptuar, unë nuk jam i thyeshëm, dhe unë nuk ju nënshtrohem urdhrave as të Perëndimit, as të Vučićit. Sot i kemi të gjitha këto të këqija që po i ndodhin Kosovës, dhe vërtet ky vetë menaxhimi i Kurtit do t'i kushtoj jashtëzakonisht shumë Kosovës, deri në autonominë substanciale të Veriut, me ato 4 komunat, edhe me autonomi apo me një lloj asociacioni për komuna tjera të cilat janë jashtë Mitrovicës Veriut. Është në pyetje Graçanica, Shtërpca dhe disa komuna tjera të vogla me pak banor. Nga ana tjetër kemi pasur refuzim të partive në Kosovë ndaj ftesës së zotit Kurti, duke e argumentuar këtë refuzim me pritjen e vendimit gjykatës kushtetuese lidhur me dekretin që Vjosa Osmani lëshoi për zgjedhje parlamentare. Si e shikoni këtë vendim partive kosovare dhe si po shkon procesi, po themi, i presidentit të Republikës, dhe a besoni që Kosova do shkojë në zgjedhje
parlamentare apo mendoni që gjykata kushtetuese do i lëshojë ndonjë favor zotit Kurti? Po, secili njeri që merr vesh pak nga legjislacioni, nga ligjet, nga kushtetuta, e den që pas aprovimit të mosës së përkohshme nga gjykata kushtetuese, pushojnë gjitha aktivitetet që kanë të bëjnë me presidenten apo me kuvendin. Andaj zoti Kurti ka bërë edhe një lëshim, një gabim me qëllim sigurisht që ka kërkuar nga opozita, në këtë rast sigurisht nga LDK-ja dhe PDK-ja, për të vazhduar negociatat për president, për të zgjedhur presidentin. Informatat rrjedhin se zoti Kurti tani më e ka hequr nga lista kandiduese zotin Konjufca edhe zonin Kolçaku dhe në vend të tyre ka vendosur Harri Bajraktarin edhe zotin Blerim Shala. Të dy personalitetet njohura, dhe unë do të thoja që po të bëhej kjo bisedë më herët me opozitën, edhe do të ishin kandidat konsensual, por në këto momente kur kuvendi, qeveria janë në mos të përkohshme, nuk kanë të drejtë as të zhvillojnë negociata, as të bisedojnë për të caktuar kandidatin për president apo për të marrë vesh. Duhet të presim deri në datën 31. Ne urojmë që ky vendim të jetë para datës 31, por si duket gjykata kushtetuese do të vënoj apo nuk do ta jap vendimin meritor deri me datën 31. Edhe këtu themi se është edhe një tendencë për të shkelur kushtetutën, siç e ka bërë disa herë zoti Kurti, dhe i ftoi partitë opozitore, të cilat normalisht më e pakta që është dashur të bëjnë, ata duhet ta kishin refuzuar, edhe mirë bën që e refuzuan, sepse kur kuvendi është në mos të përkohshme, atëherë do kuptohet që asnjë vendim, asnjë bisedë, asnjë negocim nuk mund të bëhet për atë çështje për të çka është bërë pyetje nga vetvendosja se çfarë duhet të bëhet me presidentin. Tani është në kontestues atje neni 82 që ka të bëjë me këto procedura të zgjedhjes së presidentit, edhe neni 86 që ndodhi shkarkimi, në vërtet shkarkimi i kuvendit nga ana presidentes, gjë që mund të konsideroj gjykata kushtetuese si shkelje, si gabim që e bëri presidentja, sepse me atë ligj, me atë nën të kushtetutës nuk ka pas drejt ta bëj shpërndarjen e kuvendit, kështu që sigurisht gjykata kushtetuese do të vendos mosën 60 ditore për të zgjedhur presidentin. Nëse nuk zgjedhet brenda atyre 60 ditëve, atëherë sigurisht kuvendi në mënyrë automatike shpërndahet, por jo me dekret të presidentes. Themi se opozita mirë ka bërë që nuk ka pranu dhe ka kërku që pas datës 31 do të bisedojnë për këtë çështje, edhe unë mendoj që duhet bisedohet, edhe urojmë që të shpëtojmë zgjedhjeve, edhe pse unë jam shumë skeptik që mund të shpëtojmë, sepse qëllimet, propaskendat e zotit Kurti janë të tilla që dëshirojnë ta çojnë vendin në zgjedhje, edhe atë e kam thënë edhe herave tjera, jo për të fituar më shumë, por për të humbur vota, sepse ky rezultat zotit Kurti nuk po i konvenon, sepse i ka mbetur gjithë patatja në dorën e tij, patatja e nxehtë, dhe ai nuk e ka guximin as kombëtar, as legal, as një formë nuk guxon të vendos për fatin e Kosovës, sepse peshohen veç vendimi i parë që erdhi është vendim mjaft i rënd, dhe kjo ka peshë të madhe. Andaj kërkojmë nga opozita që
të ketë një reagim, sidomos pas fillimit zbatimit të ligjit për qëndrimin e qytetarëve të huaj në Kosovë, edhe për ligjin mbi veturat, sepse nëse vërtet nuk reagojnë edhe me protesta, sepse po rrezikohet territori i Republikës Kosovës me një territor apo me një autonomi substanciale brenda shtetit Kosovës. Kjo ka të bëj pra me këtë që po na ndodh edhe me përshëndetjen që ja boni kësaj marrëveshje apo fillimit të kësaj zbatimit të këtij ligji nga ana e Vučićit, që po të ishte diçka në kundërshtim me Serbinë, sigurisht që Vučići nuk do ta përshëndeste një akt të tillë që filloi të zbatohet nga dita e diele. Profesor, besoni që Vjosa Osmani do të jetë një faktor shumë i rëndësishëm në zgjedhje nëse do ketë? Unë besoj që Vjosa Osmani do të ketë një subjektëri nëse kuptohet, nëse nuk shkon t'i bashkangjitet drejt për drejt Lidhjes Demokratike të Kosovës, por duke parë se ka kundërshti jo nga një masë e madhe e kryesisë të Lidhjes Demokratike, por 4-5 persona brenda kryesisë edhe që janë deputet në këtë përbërje në kuvendit që po shkon, mendoj që zonja Vjosa Osmani me gjitha gjasat janë që ajo ose ta marrë listën guxo, edhe njëherë ta udhëheq nga dita 5 prill kur i përshon mandati, edhe do të ketë kohë për një regjistrim të shpejt të subjektit politik, edhe në koalicion me LDK-n, mundësisht edhe me partitë tjera, se të krijohet edhe një krah i fortë opozitor, dhe në këtë formë ndoshta edhe duke udhëhequr LDK-n edhe koalicionin si një lidere apo prise e listës që të ne do nënkupton edhe kandidaturën për kryeministre, atëherë mendoj që zonja Vjosa Osmani është e vetmja që për momentin seriozisht do ta lkund apo do ta rrezikoj të ardhmen e zotit Kurti. Ndoshta jo në një përqindje edhe shumë të madhe, sidomos jo nëse ajo shkon vetë në zgjedhje, sepse nëse shkon vetë në zgjedhje, atëherë do të rrezikohet pragu, nuk do të mund të futet prag, por nëse me një koalicion të gjerë opozitor, pa PDK-n, ajo me gjitha subjekte tjera, jam i bindur që subjekti i dytë, ku do të jetë Vjosa Osmani, do të rrezikohet seriozisht Kurti që mos jetë i pari. Apo nëse edhe është i pari, atëherë diferenca mes parit dhe dytit, që në këtë rast do të ishte LDK-ja, por do të rritej edhe PDK-ja në këtë kohë, sidomos nëse zgjedhjet mbahen në fillim të majit, sepse aty po sillet afërsisht data, në bazë ngjarjeve që po ndodhin, edhe po shihet se do të ketë vendim me 31-in, hajde edhe 3-4 ditë tjera mund të shkojnë deri sa zonja Albulena Haxhiu ta merr udhëheqjen e shtetit, nëse shkohet me atë 60 ditëshin, atëherë ne sigurisht do të kemi zgjedhje të jashtëzakonshme dhe urojmë që këto zgjedhje të mbahen e të mos prolongohen, sepse shancat, gjasat janë shumë të mëdha që me zonjën Albulena Haxhiu ne të shkojmë zgjedhje tek pas 6 muajve apo dikon atje në gosht apo ku ta diun, sepse 6 muaj zonja ka të drejtë dhe s'paku një 4-5 muaj ajo do të jetë në gjendje ta prolongoj, ta shtyjë në formë ligjore, jo ligjore, duke shkel kushtetutën me gjitha format, siç ndodhi edhe në të kaluarën, e shkelen disa herë, 50 herë më tepër kushtetutën dhe fare dert nuk e ka ajo zonjë pse e shkel kushtetutën, sepse ato i bën me urdhra të
Albin Kurtit dhe ngjajshëm do të veprohet nëse dëshirojnë pra të marrin vota edhe një herë nga diaspora, edhe pse po shihen ka shenja të qarta që diaspora veç ka filluar ta kuptoj se vota plebiscitare e tyre në favor të Kurtit ishte e gabuar, por megjithatë këta ende kalkulojnë në votën e diasporës që fundi korrikut dhe fillimi i gushtit Kosova është e mbushur me mërgatën kosovare, edhe zonja Albolena Haxhiu mund të na çojë drejt zgjedhjeve në mujt e verës, kur qytetarët e shumë të Kosovës janë pushime verore, edhe përsëri do të mungoj një pjesë e konsideruar e antarësisë së PDK-s, LDK-s, AK-s, të cilët sigurisht nuk e prishin pushimet për shkak të votimeve, derisa diaspora do të qëndrojë në pushim në Kosovë, edhe përsëri mund ta përsëritet rezultati i ngjajshëm nëse shkojmë në zgjedhjen korrekt dhe gosht, kund korrikut edhe në fillim të gushtit. Profesor, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit edhe për jush, ishte kënaqësi.